Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni informativ i orës 20. Jo me njëherë me zhvillimet kryesore. Edhe Shqipëria del në dosjen e Epstein. I pari në vitin 2012 ishte sekretari i përgjithshëm i Hije Jaglan. Një ditë pas vizitës zyrtare në Tiranë, i shkruan Epstein se gjeti vajza të jashtëzakonshme pre e rrjetit edhe një shqiptare që aplikoi për punë, por imazhet e saj në email përfunduan si kandidate të Epstein. Detajet dalin nga publikimet e mbrëmshme të 3 milion faqe dokumentash të reja, përfshirë 2.000 video dhe 180.000 mesazhe, ku presidenti amerikan Trump përmendet 3.200 herë. Komisioni i Mbrojtjes pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë miraton kërkesën e kreut të SPAK, Lodian Braho, për të shtuar mbrojtje për prokurorin Altin Dumani. Kërkesa u motivua me presionin në rritje ndaj Dumanit, firma të cilit si ish drejtuesi SPAK është në dosje të shumta që po hetohen. Nga i njëjti komision është miratuar mbrojtja dhe për disa prokurorë të tjerë të strukturës së posaçme, mes të cilëve dhe për Dritan Prençin, i cili aktualisht po heton zëvendës kryeministren Belinda Aballuku. Pak ditë pas plagosjes me armë zjarri në Shija, ka ndëruar jetë në spitalin e traumës 45 vjeçari Denis Çumani. Ai u qellua me armë në derën e banesës së tij pas konfliktit për një vajzë me 2 kushërinj, Dorian dhe Indrit Ferra, të cilët vijojnë të jenë në kërkim nga policia. Krimi ndodhi pasi 45 vjeçari dërgoi disa mesazhe vajzës me të cilën njëri nga të rinjt kishte lidhje. Çmimi i kafes regjistroi një rritje progresive gjatë vitit 2025 si pasojë e shtrenjtimit në tregjet ndërkombëtare, por dashuria e shqiptarëve për të ulur në bare me filxhan në dorë nuk është zbehur. Konsumi i lartë i kafes në vend reflektohet nga importet. Gjatë vitit të kaluar ato u rritën me 7.5%. Bashkia e Himarës pritet të hyjë në një fazë të re të menaxhimit të pasurive të saj përmes krijimit të një shoqërie tregtare me kapital 100% shtetëror. Nisma e propozuar nga kryebashkiaku Vangel Tavo, e quajtur Himara Invest, SHPH synon të marrë në administrim pikat kyçe të ekonomisë lokale, nga plazhet te parkimet. Mirë po, ky projekt ka nisur debate të forta politike, ku opozita e cilëson si një tentativë për privatizimin e aseteve publike të qytetit. Kosova tashmë ka një certifikat finale për zgjedhjet e 28 dhjetorit pas një rinumërimi të gjatë. Lëvizja vendosi Vullos dominimin me mbi 51% të votave, duke i hapur rrugën mandatit të tretë të Albin Kurtit, të cilit i duhen edhe 4 deputet për të formuar qeverinë. Kryetari i LDK-s, partia e cila postoi disfatën më të madhe që pas luftës, dorëzoi dorëheqjen, por delegatët nuk e miratuan duke i dhënë mandatin për të vijuar drejtimin e partisë. Pop-up librari është shelur në afërsitë të stadiumit Dinamo në Tiranë, mjedis edhe një kafeneje të frekuentuar nga të rinjt. Synimi është që të nxitet të lexuarit në një kohë kur teknologjia e ka zbehur ndjeshëm interesin ndaj librit. Votuesit dhe shkrimtarët e cilësojnë një formë efikase për ta afruar më shumë rinin me librin.